Nuk do ta quaja jubile, po kjo është fatkeqësi me këtë që po ndodh me Kuvendin e Kosovës, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Duhet të them që Lëvizja Vetëvendosje nuk e njeh Kushtetutën e Kosovës, nuk i respekton vendimet e saj, e njeh vetëm egon dhe ta quajë dashurinë e madhe për pushtetin edhe për kapjen e institucioneve demokratike të Republikës së Kosovës. Kjo është e papërgjithshme, është e pafalshme. Ne duhet gjejmë rrugë demokratike që dalim nga kjo situatë, shihet që nuk ka vullnet në formën që e imponon kushtetuta dhe legjislacionin e fuqi, rregullorja e punës së Kuvendit, dhe tashmë ardhja e 40 e deputetëve këtu pa ndonjë rezultat tregon që uzurpatori i kësaj ndërtese që e kem përballë është dëshira edhe është vullneti vetëm i tij që të qëndrojë në atë ndërtesë. Ne duhet të përdorim gjitha instrumentet demokratike që mos ta nashkalojmë edhe forma tjera që ndikojnë ose imponojnë një vullnet demokratik të Lëvizja Vetëvendosje që të largohet nga ky ngarç ose të krijojë mundësinë e krijimit të institucioneve të Kosovës, ku po shihet që pikë pari duhet zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, konstituimi i Kuvendit edhe të kalohet atëherë të zgjedhja e qeverisë nëse ka vullnet edhe nëse ka numra. Nuk ka shpresë këtu, po këtu ka mirëbesim institucional, presidentja duhet të jetë në rolin e saj kushtetues, edhe të shohë mënyrat e saj që ndonjë formë e cila i takon asaj, ndoshta në takimet e përbashkëta, po ju e keni pa, takimi i thirrur ka qenë sa për sy e faqe, kështu mund të keq përdoret nga i pari edhe në takimet me presidentin e vendit.